Në mozaikun e letërsisë bashkohore shqiptare dhe frankofone, emri i Skënder Sherifit zë një vend të veçantë. Ai është një poet që ka ditur të ndërtoj ura mes kulturave, gjuhëve dhe identiteteve. Me priardhje shqiptare, Skënder Sherifi bart në vete trashëgimin e 2 trevave krenare shqiptare. Babai i tij ishte nga Tropoja, djepi i traditave të fuqishme veriore, ndërsa nëna e tij nga Vuthaj, një nga viset më të bukura shqiptare në Maltëzi. Vet poeti lindi në Viti, por fati familjes së tij mori drejtimin e mërgimit kur ai ishte vetëm 1 vjeç. Familja u vendos në Belgjik, ku edhe do të formohej personaliteti i tij intelektual dhe artistik. Kom nis me shkollë qysh në moshën 14 vjet, duke qenë gjimnazist në shkollë, edhe një moment një profesor i gjimnazit i zbulon ato tekstet e mia, edhe i thot shoqes vet me i shtyp me makinë, edhe ja qon Pierre Segersit në Paris. Pierre Segersi është një poet i konsoliduar, botus, i konsoliduar i poezisë, i ka botu një 30 libra, 10 antologji të poezisë, edhe dirigjon shtëpin botuse Pierre Segerse, temnit ti. Edhe tani më thot mua keni talent rall për poezi, unë isha në Bruxelles me familjen time, e më thot hajde në Paris me më taku 7 76. Edhe më ri atje, edhe ko më ri atje më thot apo do më naj me ne, tha këtu në Paris, edhe najta në Paris një 15 vjet me Pierre Segersin e gruan e tij, edhe përmes tij takova ton figurat e mëdha të inteligjencës e të artit francez. Ton ata si kanë dominuar vullos shekullin 20 në Francë, antropologji, psikanalize, muzik, film, teatr, piktur, poezi, çka duhet. Do me thonë, Jacques Lacani, Jacques Derrida, Roland Barthes, Gilles Deleuze, ton këta, Louis Aragoni, Francis Bacon, Jean-Luc Godard, Truffaut. E do me thonë, ton këta tipa si kanë influencuar edhe pasionuar shekullin 20, ka nej me mua dhe une me ta gjatë 15 viteve. Une babën e kom nga Tropoja, nga Valbona, vetë kom li në Kosovë në Viti, edhe nanën e kom nga Vuthaj, shqiptare, e Malizi. Kombinimi Malizi i Kosovës dhe i Shqipërisë, e shqiptarë në Triant. Rënjet shqiptare mbetën gjithmonë të gjalla në shpirtin e tij. Ajo vetëm që i ruajti traditat e odave shqiptare, por i promovoi ato edhe në qarqet kulturore franceze. Unë kom qenë shqiptar brenda shtëpisë time në Bruxelles, sepse tonë që propozoj ke familja ime ishte shqiptare me babën atje, e do me thonë deshte s'deshte ti ke jetu një ambient shqiptar të shtëpia. Atëre je mësuar në atë ambient. Kur ke dalë jashtë shtëpisë, ke pa Bruxellin, masanej ke pa Parisin, Amsterdamin, une visha edhe pe Shqipërisë todave, të Malsis, edhe të Shqipërisë të babave, gjyshnave t'juj, të cilat ju nuk e nifni, gjenerata e juj nuk e nje, po une i kom njoftë se i kom pratikuar me babën tim ato lashësit e Shqipërisë, ato oda tradicionale të Tropojës, të Valbonës, kanunet, sofrat. Edhe ajo ishte një plus për mua, një farë specificiteti e një farë originaliteti se me këto figurat franceze, ata nuk i nifshin ato botna, Shqipëri nuk i nifshin fare, edhe unë isha aty gati me u shpjegu kush është Shqipëria. Ambasador. Po, ambasador i Shqipërisë, në realitet. Po, me u thonë, na jemi ky shtet, i kemi këto zakone, këta shkrimtar, këto historina, këto kuzhina, këto folklore, këto kostume, këto na përbajnë këto tradita gojore. Ishte pasuni edhe për ata se ishin njerëz kurioz fakt, e jo me të paragjyku, edhe
pse ti vishen nga kultura gojore tradita, zakonore, ata nuk ta mnojshin një vizë negative, thoshin në shumë interesant se na jemi zhvillu shpejt, po na I kemi harrua për veti ato kulturat gojore, traditat e lashta se I kemi pas, kurse ju I keni rujt, më thojke. Ajo është interesante me rëndësi për ta, me rujt atë shpirtin antik. Po pas gjithë tyre shpjegimeve, si e perceptuan francezët Shqipërinë, cila ishte përshtypja e tyre për... Po ju duke interesante, se ju duke një kom autentik, një kom egzotik, edhe ja u kom dhanë edhe dëshiren me njoft e bear dhe me vizitu e me studiu. Do me thonë, për mes meje kanë kriju një far interese reale për Shqipërinë, deri në atë shkallë, ku si e shpjegova këto në këtë takim, ky antropologu maj madh botnor Claude Lévi-Strauss deshti marrë me studiu e Shqipërinë me mua, në për fshatra, zakonet, traditat, kostumet, po nuk më në erdha për shkak të regjimit komunist në Shqipëri, fatkeqësisht. Unë kom shku një vjeç, gati kom linda që, kom qenë një vjeçar. Po. Sa shpesh e ke vizitu Kosovën, Shqipërinë? Shqipërinë e kom vizitu tash 35 vjet, njëherë në vjet, e Kosovën e kom vizitu për viti 2012, njëherë në vjet, kështu. Po, vi njëherë në vjet, kështu në Kosovë e në Shqipëri, po. Pëlqen? Po më pëlqen. E që janë kohën tonë këto? Po më pëlqen se më kujtohet familja ime, odat, edhe kom qef me I pa shqiptarët, mu ambientu e kështu në atmosferën shqiptare, gjuhën shqipe, kuzhinat. Kush është angazhu pikërisht të flet sot gjuhën kaq rehatshme, kaq bukur? Apo kom qenë Kosova me Ibrahim Rogovën në 76-ën, e kom perfekcionu e Shqipen, unë e kom pas ditë edhe me familjen, kom fol Shqip, po masanej, kur kom ardhë në Kosovë me perfekcionu, atëre kom perfekcionu me libra, me turnaj me intelektual, kom njoft Idriz Ajetin, Pajazit Nushin, Esat Stavilecin, Ali Podrimin, Azem Shkrelin, ton këta Ali Hadrin, ton figurat e Kosovë, si kom njoft. A I shkrua në gjuhën e Molierit, por nuk e harron kur gjuhën e Naimit, duke I bërë veprat e tij të qasshme edhe për lexuesit shqiptar. Këto libra I kom përkthyone në gjuhën shqipe. Po? E ke më të lehtë me u shpreh në gjuhën franceze? Jo, e kom ma lehtë në gjuhën franceze me u shpreh, po e zotnoj edhe shqipen, edhe jom gjendje me shkru edhe shqip. Prej këtyre 4 librave, kush është më I preferuari juaj edhe kush bart më histori? Më I preferuar jo ky, Love, se është një libër kushtuar femnave të ton botës. është një libër për dashuri, romantizëm, sentimentalizëm, erotizëm në 5 kontinente. Afrikë, Azi, Europë, Oceani e Amerikë. Edhe o 100 tekste, si ja u kom kushtu femnave, ikonike, aktoreve, filozofë. A ka histori personale? Po, ka dhe histori personale në këto. Atëre në libër janë 500 artista si kalojnë mes libri, edhe 500 citate të botës mi dashurin. 500 autor vinë libër edhe shpjegojnë dishka mi dashurin, 500 artista e vizitojnë librin, edhe 100 tekstet janë të mijat që ja u kushtoj disa figurave ikonike të femnave, Brigitte Bardot. Për të, poezia është mjeti më I fuqishëm I shprehjes artistike. Poezinë, se poezia është gjuha e shpirtit, fakt. Kur do me I thonë dikuj të duhet, po më pëlqe, ti e shkruar me poezi, jo me roman, se janë vargje poetike. Do me thonë, ose një këngë. Poezia në gati një këngë me fjalë, po s'ka muzikë. Vete mungon një interpret edhe muzika edhe e bo këngë. është kënga e shpirtit tonë, një farë mënyre. Qysh po e sheh rolin e poezisë sot? Është zbej rëndësia apo po ka rëndësi? Sot fatkeqësisht nuk ka rëndësi as poezia, as literatura, as kultura, se jemi në botën e internetit, në botën e telerealitetit në televizione, X Factori, Ferma, Big Brother, jetona këto,
serialet turke, serialet latinoamerikane si ke në për televizione, inteligenca artificiale, e do me thonë, o një botë ku sunon teknologjia edhe telerealiteti e inteligenca artificiale edhe influencusit në internet me ato buzet informatike, me kriju e sensacionin e ditë, edhe ajo nuk lidhet me kulturë, fakt. Kultura vërtet on libra, on filma, është në universitete, po jo në telefone, e jo në seriale, e jo në buze. Sipas tij, identiteti shqiptar nuk duhet parë si një kufi, por si një pasuri që mund të bashkëjetojë me kulturat e tjera, duke krijuar ura bashkëpunimi. Për rinin, unë i kisha thonë rinis si mesazh, një duhet me kanë vetvetja, duhet me rujt identitetin e historinë, memorien, kujtesen tuj të Kosovës, familjes, të gjyshnave, të babave, origjinën, e masanej, masi të arruni atë identitet, atë origjin, atë gjenezën e juj, atëre duhet me përfitu e tonë kulturën e botë, që shë kom përfitu unë, me përfitu e kulturën evropiane, kulturën amerikane, afrikane, asiatike, tonë që merë kulturë është një plus, jo një minus. Tona gjutë si i din o një plus, edhe tona kulturat qerbejnë, fakt. Do me thonë, gjdo ditë duhet të mu qu me i din, shka mu në mësoj sot, si nuk e kom di dje a par djej. Studentët e Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës patën rastin të bashkëbisedojnë me poetin në një forum të hapur, i cili mori karakterin e një debati publik kulturor.